këto, për mua për shembull, për mua që e shikoj këtë Big Brother e Kosovës, këto nuk janë sjellje normalesh. Njerëz normal. Janë sjellje të njerëzit me penallti në kokë. E dini çysh janë njerëz me penallti në kokë? Janë zakonisht atyre që u bie tifua e diellit, që rrin tërë ditën në diell edhe nuk din ç'a bëjnë, nuk din ç'a flasin se u ka marrë erë koka. E tillë gjë është dhe kjo. Por unë duke njohur Albën e di se ç'a është, Alba plas dhe dërrin që kishin në ferma e plaste, por gjithsesi s'do ta miksoj fare lojën e saj atje, por ç'a po bën aty, thjesht është insistim për protagonizëm. Ndërsa këtë tjetër, këtë se njoh fare unë, fare nuk e njoh, ç'a ti bëj Molsës edhe Aladinit, na i pruri aty, na i bëri peshqesh, ne ta shohim, ta njohim, se s'ja kam pas ide se kush është fare. Por që këto janë sjellje antikapatësh, sjellje budallenish, ose sjellje atyre që s'ka radake, që janë me penallti, siç e thash. Kështu që më vjen keq për të çupën, por që shpresoj që ti ketë marrë parasysh ajo se ku ka ardhur. Se deri tani që po shikojmë aty, kush e kush bëj protagonizmin, por nuk bëhet protagonizmi në këtë lloj mënyrë. Bëhet hap një debat, hap një situatë, hap një temë, një diskutim, bëj një replik, një diçka. Jo kështu. Futja si ka pelës kot, pa lidhje. Hajde, ciao.